Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, po ju pëlqeu në fund kjo video, bëni një subscribe. Sot është e njëjtë. Data është 2 muajti 4, viti 2026, pra vit që po e lëm pas dhe 4 muaj po e shkelim. Përplasjet ndërmjet pushtetit dhe opozitës maqedonase nuk ndalen. Përplasjet ndërmjet pozitës dhe opozitës shqiptare janë të zbehura, por bëjnë potere. Dhe, ja se si dikur, VMRO-ja, fliste për LSDM-n se sa e hap gojën, sa po e hap gojën Zaevi Ren. Dëgjoni. Зорин Заев, что Зина, что мед për талаш, sekovesh I sekave. Po pra, ky ishte Gjorçevi, Vladimir Gjorçevi nga VMRO të Përmëneje, I cili akuzonte në vitin 2021 Zaevin dhe qeverinë BDI LSDM. Pra, edhe njerë, se njerëzit sikur nuk besojnë se vërtet. Зорин Заев, что Зина, что мед për талаш. Po pra, dhe e shpreha urtë popullore se çfarë ke bë, do ta bëjnë dhe një do ta shtojnë, po kthehet LSDM-ja, po ja kthen tash VMRO DPMN-s. Njëjtën gjë, gati se për ditë thot Zaevi, më falni, njerëzit e Zaevit thonë për ditë Mickovski Ren. Ka rritur për shumë çka. Mickovski. Ka rritur se do rikthente emrin, ndërsa gjinzoi dhe lutet të kthehej në pushtet. Ai gënjeu se ishte dakord me Bashkimin Evropian për një kornizë të renegociuese. Ai gënjeu se ishte dakord me Brukselin për ndryshime kushtetuese me efekt të vonuar. Ai gënjeu se vitin tjetër do bëhej antar I Unionit vetëm pa të drejtë vote. Ai gënjeu për gjithçka dhe për çfarë nuk gënjeu ende, tha Andrej Zhirnovski në emën të LSDM. Bile tha, popullin e tha mirë, kush gënjen vjedh. A nuk keni përshtypjen se kur e tha këtë kishte përpara imazhin dhe veprën e Kristian Mickovskit? Po pra, ta dëgjoj, por unë do ndalem pak në të. Këtyre ditëve Bjeri Samari të kujtohet mua, kisha disa sinjale se sikur pushtetit edhe të Maqedonisë edhe shqiptar nuk u konvenojnë disa paraqitje të mira. Nuk e them unë, këtë bile unë jam shumë I butë në krahasim, nuk mund të më ndaloj të flas për çdo gjë Mickovski. Nuk mund të më ndaloj të flas për çdo gjë as Bilat Kasami. Dhe të dëgjojmë se kur e thot LSDM-ja se Ren nuk u vjen mirë, por nëse unë e lëshoj se Ren, nuk u vjen edhe më mirë, pra, u vjen shumë keq. Лажеше дека ќе го врати името, додека кречеше И молеше да се врати на власт. Лажеше дека со Европската унија договорил нова преговарачка рамка. Лажеше дека со Брисел договорил уставни измени со Божано дејство. Лажеше дека идната година ќе станеме членка на Унијата само без право на глас. Лажеше дека за што се уште не избрана. Po pra, e drejti LSDM-s, çfarë do I thot? Pra, e kthen LSDM-ja grushtin, sepse dikur e dëgjuat VMRO-ja, çfarë nuk I thoshte për ditë nëpërmes zëdhënësit e saj dhe nëpërmes deputetëve të saj, LSDM-s VMRO-ja. E po kjo është ajo. Dhe, në ndërkohë, unë ke befasu me deklaratët e tij, unë kam pritur një reagim krejt ndryshe kam pritur nga Mendi Qyra. Mirë po, jo. Rruga Qelitët. Jo, Mendi Qyra. Pra, ai më ka befasuar me deklaratët e tij lidhur me korridorin 8. Unë ndalem, e kam takuar 1-2 herë, por shumë pak. Është shok I një shoku tim, po sipas gjitha mohabeteve ai shoku im nuk ka mohabet me ta. Dhe. Mendi Qyra pas ka qenë para vitit 3 me 2-3 ministra tjerë të Republikës së Maqedonisë në Paris në UNESCO. Dhe nuk ka treguar për gjithë të tash që po ndodh lidhur me korridorin 8 dhe devijimin e saj. Mendi Qyra, Mickovski e tha në konferencën për renovim të aeroportit të Ohrit. Se për ditë ndryshon e dëgjove se çfarë thot LSDM-ja, po sipas gjitha gjasave ti ke marr hujin e Mickovskit. Rrensh. Po pas të rrensh. Nuk e thua të vërtetën. Do kalon ka rreth strugës, nuk e thua të vërtetën se
Çfarë u tha në Paris? Ke qenë atje, vetë thua me gojen tënde. Pse nuk e ke thënë deri tash? Do shta do ish krijuar një atmosferë tjetër. Tash akuzon ndonjë drejtori, jo. Ti je kryetar komunës, i pari i cili të ballafaqohet me këtë koridorin 8 nga shteti shqiptar. Bile, teprimet që i bën tash në emën të shqiptarëve në Maqedoninë Perëndimore Mickovski, lidhur me atë se shteti shqiptar 25 kilometra para se të afrohet kufirit, nuk po e bën autostradë, do e bëj ka një farë rrugicë kote. Shteti shqiptar sot është paraqitur dhe ka thënë se po, do e bëjmë. Por ne jemi ndalur aty për shkak se është dashur një tunel të hapet deri në Trebenish, të shkurtohet rruga dhe Maqedonia kërkund nuk është. Pra, rren edhe atë pas të rren çdo gjë. Dhe fillojmë nga jo e para që gazetarët e Alsatit e bombarduan. Korridorin 8 dhe pse po devijon traseja në Strug. Çfarë do të thotë kjo për qytetin turistik? Në minutat në vazhdim në këtë edicion të lajmeve do të lidhemi drejt për drejt për një intervistë me kryetarin e komunës së Strugës, zotërin Mendi Qyren. Përshëndetje zotëri Qyra, mirëmbrëma, nëse dëgjohemi. Përshëndetje, mirëmbrëma, dëgjohemi. Zotëri Qyra, para se të flasim për projektin korridorin 8, desha të ju pyes, a është Struga qytet i banuar me shumicë maqedonase ashtu siç tha sot kryeministri Mickovski? E tash, do e dëgjoni se si i bishnon pyetjes, jo e ka thënë në kontekste shumë gjëra. Jo, pastër e tha, në Maqedoninë Perëndimore maqedonasit janë shumicë. Nëse s'kupton maqedonisht, gjeni përkthyes. Mere Janevskën, ajo di shumë mirë shqip. Tani po nisim për statistikat flasim që janë zyrtare, di që në komunën e Strugës jetojnë etnik të ndryshme, jetojnë shumica shqiptare dhe mandej vinë ajo maqedone dhe të tjera. Mos themi se gati gjysmë për gjysmë, mos themi. Okej, problemi Mendi Qyres ka befasuar me pyetje dyshe, përgjigje dyshe. Pra, edhe mashkull edhe femën, nuk shkon, njëra. Nuk është okej, por unë të ndalem pak edhe te zëvendës kryeministri i pari qeverisë së vëmërë dhe përvënes dhe ministrit të transportit Aleksandar Nikolovski, i cili tash e ka ndruar temën. Do u bëshka diçka, por të shohim se çfarë thot. Може ли да се најде, ќе потпише ли некој дека е направен надзор? Таму 3 работи направивме, исто ги работиме тивко. Првата работа е да се најде изведувач кој што веќе го најдовме, кој што треба ги стабилизира стечиштата. Втората работа е во дел на заштитни огради и третата работа во дел на документација, веќе работиме на впишување. Не сакам да давам рокови, но еве да малце поокругло одговорам на почеток на летото, тој пат ќе биде отворен. Сега. Да. Тоа е за неколку месеци. Да, во почеток на летната сезона. Ќе вратам назад во Охрид и барањата на УНЕСКО да се промени трасата таму. Што ова ќе? Видете, нивниот став е прилично ригиден и тука е прашање на избор. Ние, убаво кажа денески премиерот, не може да се однесуваме кон правилата како шведска маса, па нешто ни одговара го земаме, нешто не ни одговара, не го земаме. И ова нема да е прв пат да се почитуваат овие правила, кои што не се поврзани само со УНЕСКО, поврзани се и со Бернската конвенција, поврзани се и со Натура 2000. И можам детално да објаснам за сите. Например, во минатото, експресниот пат кој што требаше да оди од Охрид преку Пештани до Светинаум, беше поништен и не се изгради, токму исто така на барање на УНЕСКО. Значи, иако беа обезбедени средства, иако проектот го имаше, тој експресен пат никогаш не се изгради, затоа што УНЕСКО бараше да тој не се гради. Правилото на УНЕСКО е дека ги прифаќаат само постојните линии и постојните инфраструктурни објекти. Така што нивното барање, имам пред мене препораката, вели да се суспендираат сите активности, да не ја читам цела, но ова е клучниот сегмент. Ние, имајте предвид дека е прашање во вонредно значено за нас, отидовме во Париз, цела делегација, 4 министри, 20 градоначалници, не само по оваа точка разговараме, туку по сите точки кои што се препорака за државата,
и очекуваме во јуни да го добиеме финалниот извештај, имајќи предвид дека ова е прелиминарен извештај од минатиот јуни, но оваа препорака се превлекува и години наназад. И ќе имаме во јуни чиста ситуација, каде што ќе имаме нивни финален став, односно ова прашање, и тука не се однесува само на автопатот, туку се однесува и на железницата. Po pra, njëjtën gjë e përsërisin. Njëjtën gjë e përsërisin. Nuk është okay, por unë do vazhdoj andaj dhe se përket jo kërcënimeve, por gjëse dashamirësisë ndaj meje, unë do vazhdoj. Do vazhdoj. 40 e sa vite nuk kam mund të askush të më ndalë, kam pësuar edhe materialisht, por nuk do ndalem. Unë jam Mesut Shabani. Dhe nuk jam as Bilal Kasami, as Adnan Azizi, as Jeton Shasivari, as kush. Dhe, vazhdojmë më tepra. LSDM-ja ka ngritur padi penale sot ndaj krejut të Bankës Popullore. Unë jam i vetmi që kam reaguar ndaj përfaqësuesit viceguvernatorit shqiptar në Bankën Popullore. I vetmi që kam reaguar. Dhe dolen dyshimet e mia të arsyeshme. Pra, sot LSDM-ja thot, ekziston dyshim i arsyeshëm se guvernatori Trajko Slaveski përmes kryerjes së pakujdesshme të detyrës i ka shkaktuar dëme buxhetit dhe rendit juridik. Sipas LSDM-s, kreu i Bankës Popullore Slaveski i ka shkelur rënd detyrimet ligjore dhe ka vënë në pyetje ligjvërinë e operacionit të bankës kombëtare duke shkaktuar dëm në institucion dhe në rendin juridik. Së pari është shkelur afati ligjor për propozimin e zëvendës guvernatorëve, këtë kam kritikuar, gjë që kërcënon drejt për drejt funksionimin ligjor të bankës kombëtare. Së diti, ka indikacione serioze se pas skadimit të mandatit të tyre, individëve janë paguar paga për funksione që nuk u lejojnë më të krynin. Së treti, këta individ vazhduan të merrin vendime në Këshillin e Bankës Kombëtare dhe pas skadimit të afateve gjë që i bën ato vendime ligjërisht të diskutueshme dhe të pavlefshme, ka thënë Dimitrieviç i LSDM. Mos e vërtet. Dhe dikujt i kish mbetur hatri nga këta të bëdhise. Dini pse? Se derisa u gëzuam se ja më në fund kemi një viceguvernator shqiptar, nuk ishte i pari, ishte i dyti në atë që quhet viceguvernator gjatë këtyre 22 viteve të fundit, na doli se as kujt përveç 10 që të famshëm të BDI-s dhe ndonjërit të familjes vet nuk i ka sosur punë. Ama as kujt. Bile nuk ka bë edhe rang listën e ngritjes së të punësuarë brenda Bankës Popullore që përkasen dhe që flasin shqip. Kanë mbetur në ato status. E çfarë bëri ky zotnia? Duket 2 mandate. Çfarë bëri? Shkuar punën e vete. Unë kam thënë edhe për Qyrën, po e them edhe për këtë zotnin viceguvernatorin. Nuk është patriotizmi vetëm kur je vetë i prekur. Patriotizmi është kur je në shërbim të popullit. Asnjëri s'ka qenë. Dhe të shohim këtyre ditë se si do kaloj rruga tjetër për cilën VMR nuk do e bëj, edhe pse këta flasin pallavra, Teto Prizren, autostradë thonë, Azizi dhe Kasami paralajmërojnë hapa konkret në terren. Ta dëgjoj. Prizreni pritet të hyjë në fazë konkrete realizimi. Deputeti i koalicionit Plen, Adnan Azizi, deklaroi se procedurat për ndërtimin do të nisin së shpejti, ndërsa paralajmëroi edhe hapjen e tenderit për projektimin e tunelit. Komuna e Tetovës ka nda do me thënë vjete konkrete në këshillin i cili i ka votu dhe i ka miratu, do me thënë 18 milion denar për segmentin Shqipovic-Bozovc, dhe është u punu deri te trasa e cila do të vi para tunelit. Dhe atë që e ka thënë edhe kryetari dhe ne që kemi thënë, ju jeni dëshmitar se i kemi bërë realitet shumë shpejt, do të bëhet edhe tenderimi për projektimin e tunelit, edhe shpresoj të... Adnan Azizi nuk njoh, por do kisha thënë këtë. Ne tregoh shumë shpejt datë, afat, paletjet edhe 2050-2075. Të nisin edhe hapat konkrete për tunelit. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, sqaroi detajet të trasesë së projektit. Sipas tij, rruga e re do të nisë nga aksi Tetov-Kodra e Diellit në kthesën mbi Shqipkovic dhe do të vazhdojë deri te ura në dalje të fshatit në drejtim të rrugës për Brodec. Pjesa tjetër e itinerarit të drejt Prizrenit do të bazohet në zgjerimin e rrugës ekzistuese. Do të jetë nga rruga Tetov-Kodra e Diellit, kthesa mbi Shqipkovic jashtë,
deri në dalje të Shqipovicës, më konkretisht lumi që është dalje të Shqipovicës ura që është aty, më thonë në pjesa në ndaj të urës, do të thonë. Edhe pastaj pjesa tjetër e rrugës Teto Prizren do të jetë traseja e rrugës së Kristosë, vetëm do të bëhet zgjerimi. Punimet kanë filluar. Informatat që kemi kanë filluar në terren, do të identifikimi i trasës dhe do të vazhdojnë punimet në dekretimin e të projektit. Ndërkohë, në dhjetor të vitit 2025, zëvendësministri e transportit Kaltrina Zekolli bëri të ditur se për këtë projekt janë ndarë rreth 2 milion euro. Ai e vlerësoi rrugën Tetov Prizren si projekt me rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik dhe turizmin në rajon. Interesant, gjitha të para kërkush nuk i pa. 2 milion euro. Nga pjesa e Shqipërisë, segmenti drejt vendkalimit kufidar të Qaftanës do të ndërtohet plotësisht me autostradë, konfirmojnë për televizioni 21 nga Tirana zyrtare. Prej Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë shqiptare, thonë se me kërkesë të qeverisë së Maqedonisë së Veriut është miratuar ndryshimi një trajektore të re me tunel për të hapur edhe një vendkalim të ri kufidar me Republikën e Shqipërisë. Por sipas tyre nuk do të pezullohet edhe as të tjetërsohet projekti aktual në zonën e mbrojtur nga UNESCO. Punimet autostradës së korridorit 8 zhvillohen në 2 segmente, njëkohësisht Rogozhin Elbasan dhe Elbasan Qaftan. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut është kërkuar që të projektohet një trase re nga ura e Pushticës përmes një tuneli drejt Ladorishtes dhe të hapet një vendkalim i ri kufidar për shkurtim të kohës dhe për të evituar malore që janë më të kushtueshme për ndërtim dhe mirëmbajtje, por qeveria e Shqipërisë do të vazhdojë edhe segmentin e mëparshëm drejt Qaftanës me autostradë, për të cilat po zhvillohen punimet edhe në zonën e mbrojtur nga UNESCO. Po pra, e njëjta situatë e parë nga Bikënde. Malazezi tha kujt e besoshta. Pushkës nuk është bash ashtu, por. Pa marrë parasysh gjitha këto zhvillime, shqiptarëve në Maqedoni, nuk u shkruhet mirë. Më në fund studentët kanë paralajmëruar se do të ketë protestë me datën 6 prill. Dhe u janë drejtuar partive politike të përkrahaj. Unë do kisha thënë këtë, nga ajo që di dhe mbaj mend dhe kam përjetuar. Janë vitet 1981. Marsi, tash 11, pa ishte 26, pa marrë parasysh se dikush thot 24, 26 na e vran një shok. Me mbiemrin Pireva. E kështu me radhë. Nuk kërkuam në ndihmën e profesorëve. Nuk kërkuam. Pra, nëse jeni ju ata që çajni rrugët, ju në fillim shkuat në prerë të gjitha partive politike. Unë nuk e di çfarë u premtoi Bilali që u i shkuat në zyrë. E shumë çka tjetër. Por, askush nuk merret me atë se si shqiptarët në Maqedoni, përveç trysnive politike, nuk kanë lekë për mbijetesë. Derisa çmimi i bukës edhe ashtu HPR ka mbetur një, gjëra tjera kanë shkuar në qiell. Ka pasur edhe një përplasje sot ndërmjet ish ministrës së mbrojtjes dhe zëvendës ministrit aktual. Të dëgjoj. Ish zëvendës ministri e mbrojtjes Elfeti Ismaili ngriti shqetësimin për përjashtimin e shqiptarëve nga institucionet e sigurisë në Maqedoninë e Veriut. Ajo thekson se në kursin e fundit për oficer janë përzgjedhur 16 kandidat, të gjithë maqedonas, asnjë shqiptar. Në kursin nuk është kjo ndonjë risi. Do të tregoj një ndëdhi më së vërtet. Një ushtarak nga Tetova, nën kolonel, ish pjesëmarrës i UÇK-s. E thirrte Ali Ahmeti dhe i thoshte do të bëjmë ty general. Nesër të godeshin në gazetë krejt një emën tjetër. Ju ka qenë pjesë e luftës. Pastaj, e thrasin tash këto dvlenit i thonë do të bëjmë general. Nesër sot e kësaj dite askush nuk e çelën telefonin. Pra, jemi mësuar me gjërat e këtilla. BD-ja i vu kapak, ama edhe vleni flen e Menderosi. Sipas kam plotësuar kushtet. Do të tregoj një ndëdhi. Shifni njerë policët se si janë në Maqedoni, pse kanë plotësuar të gjitha kushtet edhe shqiptarët dhe maqedonas. Trashë, shkurt, çfarë nuk ka.
Okej, nuk është okej, por vërtet është kjo rënqese se dikush vërtet tallet me elektoratin. Vërtet tallet me elektoratin. Në për shumë çka që quhet rrjetet sociale, ka edhe njerëz të cilët për x shkaqe mundohen që të shërojnë komplekset e tyre, ose të inferioritetit, ose komplekset të asaj se nuk janë kërkush dhe duhen të bëhen dikush. Por, ka pasur thirrje këtyre ditëve në për stacione policore gjithandej për disa, nuk janë portale, por për disa, sepse nëse në Facebook nuk është portale, ajo është vetëm faqe Facebooku, portale kur nuk kupton krejt diçka tjetër. Dhe nuk mund të gjej policia ende kush i mba ato. Interesant. Atëherë për çka e kemi policinë? Për çfarë e paguajmë? Pse na shkojnë taksat? Kur merrem me një gjë shumë e thjeshtë, ata nuk mund ta gjejnë. Mbase më janë edhe njerëz të njohur për ta, por ata i bëjnë sikur nuk mund t'i gjejnë. Dhe ajo që vërtet jo më ka shqetësuar, por më ka argëtuar sonde, Bjellë Kasaj, pas ka takuar profesorin Shasivaj. Bëdia i tha, ka gishtën e shumë çka profesorit jetonit, unë e shmoj e respektoj mirë, po njeriu mbase edhe mund të gaboj. Por gabimi më i madh që i shkon Bilalit. Bilali njëtën gjë u bëri të gjitha partive politike shqiptare, njëtën gjë u bëri dhe studentëve që tash duan të rrestojnë për provimin e studentëve, njëtën gjë inshallah nuk ta bëjnë edhe ti profesorit tanë. Inshallah. Nuk është inshallah, por unë këtu dal nga dalë. Pra, dhe atë që e thot Mickovski se do vi kohë kur të rritë që praktikisht që do të thehen, ky vërtet flet të të thënë një angri-ungri. Vërtet është shumë interesante. Nuk ka perde, thënë, nuk ka perde. Dhe pastaj ankohet se disa mediume. Se çfarë deshe ti? Të thënë bravo Mickovski. Shqiptarët shpërnguli për te i detit, hape korridorin, shko te Vučići, te Orbani, hapni një korridor për në Siberi. Nuk është okej, por asgjë tjetër pra. Unë këtu ju përshëndes, dëgjojmë nesër mbrëma. Pra, bëni subscribe nëse keni pëlqyer. Ishte me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani.